Përshëndetje, le të interpretojmë së bashku panoramën e vitit 2026 për shenjën e ujorit. Le të fillojmë me muajin janar, ku në qendër kemi perandoreshën 3 shkopinjt, 10 shkopinjt dhe Prism Oracle Energy. Çfarë nënkuptojnë këto karta për muajin janar? Në janar ju nisni një fazë të re zgjerimi. Planet që keni mbjellë më herët fillojnë të marrin formë dhe horizontet hapen për ju. Perandoresha tregon që keni mbështetje për rritje, frymëzim dhe bollëk. Por 10 shkopinjt paralajmëron të mos e mbani gjithë barrën vetëm, sepse ekuilibri mes krijimit dhe pushimit është thelbësor. Në dashuri mund të ndiheni më të ngrohtë dhe më të gatshëm për të dhënë e për të marrë kujdes emocional. Megjithatë, kujdes që të mos bëheni nëna ose babai emocional i të gjithëve, sepse nëse merrni përsipër problemet e partnerit apo miqve, mund të ndiheni të lodhur dhe të pashpërblyer. Kartat japin një mesazh të qartë në kuptimin që duhet të ushqeni marrëdhëniet që ju frymëzojnë vërtet dhe që ju japin ndjesi zgjerimi, por gjithashtu vendosni kufi atje ku gjithçka bie mbi ju. Karta energji këshillon të menaxhoni vetëdijshëm forcat tuaja të brendshme dhe të mos shpërndaheni, por t'i drejtoni drejt qëllimeve që ju ushqejnë shpirtërisht. Kalojmë tek muaji i shkurt. Në shkurt, karta qendrore është strength, forca, mbretëresha e monedhave, mbretëresha e shkopinjve dhe besim. Le të shohim, muaji i shkurt ju vë përballë situatave ku duhet të tregoni vetë përmbajtje me kartën strength dhe të mos bini në drama. Për sa i përket marrëdhënieve, ju shfaqeni më të pjekur emocionalisht dhe më të ngrohtë, por edhe më të sigurt për vlerën tuaj. Kjo ju bën tërheqës ose tërheqëse dhe rrit respektin nga të tjerët. Kartat këshillojnë të kujdeseni për të tjerët, por pa sakrifikuar veten. Dhe kërkoni partneritete ku ngrohtësia bashkohet me admirimin dhe pasionin. Ky është një muaj i mirë për të qëndruar pranë atyre që ju ushqejnë shpirtërisht, por edhe praktikisht, dhe për të lënë pas raportet ku ju ndiheni të nënvlerësuar. Në punë shkurti mbështet të ndërtohen themele të qëndrueshme dhe të ekspozoni veten me vetbesim dhe disiplinë gjithashtu. Ju keni potencial të përballoni sfidat pa humbur zemrën e butë. Forca ju mëson të mos luftoni kundër vetes, por të zbutni luanin me dashuri. Kalojmë tek muaji mars, ku në qendër është karta me 9 monedhat, 9 kupat, mbretëresha e kupave dhe balanca. Muaji mars është një muaj që lejon të shijoni frytet e përpjekjeve tuaja. Ndiheni më të plotësuar, më të sigurt në vete dhe më mirënjohës për atë që keni arritur sigurisht. Pavarësia juaj personale dhe materiale forcohet, por kushti është të ruani ekuilibrin midis vetes dhe afërsisë me të tjerët. Pra, i jeni mirë vetëm, por lejoni edhe t'ju duan, mos u marrosni nga vetkënaqësia. Në dashuri këshillohet nga kartat që të mos izoloheni në vetmjaftueshmëri, ndani gëzimet, pranoni mbështetje dhe krijoni hapësirë për lidhje të ëmbla e të thella pa humbur shkëlqimin tuaj. Në punë merrni shpërblim dhe stabilitet gjithashtu dhe këshillohet ta shijoni vërtet rezultatin e mundit tuaj, por pa e tepruar me shpenzime impulsive. Kalojmë tek muaji prill, ku në qendër kemi 9 shpatat, perandorin, 5 monedhat dhe kartën e misterit. Në muajin prill mund të vinë periudha ankthi, pa sigurie me kartën e misterit, apo situata vetmie ku mendja e egzageron rrezikun dhe krijon skenarët më të frikshëm dhe më jo real. Këshilloheni të mbani qëndrim, më saktë të mbani qëndrimin e perandorit, do të thoja, të qëndroni ulur në fronin tuaj të brendshëm,
të vendosni rregull e plan konkret dhe të mos dorëzoheni përballë frikës, sepse përmes këtyre provave ju forcoheni dhe ndërtoni bazë më të qëndrueshme për veten. Për sa i përket marrëdhënieve, mund të ndiheni përkohësisht të distancuar, të pakuptuar ose si jashtë në të ftohtë. Ky muaj ju mëson të dalloni mes frikës së braktisjes dhe realitetit, do të thoja, duke ju shtyrë të hapeni butë ndaj atyre që tregojnë me vepra se janë në krahun tuaj. Në punë duhet të lini ankthin mënjanë dhe të veproni si perandor, me plan të qartë, disiplinë dhe marrje të fortë kontrolli mbi situatën tuaj profesionale. Kalojmë në muajin maj, ku në qendër kemi faqen e shpatave, mbretëresha e shpatave, dielli dhe vetëdia. Atëherë në muajin maj, faqja e shpatave flet për kurreshtje, mësim, komunikim, vëzhgim nga larg dhe jo reagim, ide të freskëta që duan të shprehen. Mund të jeni ju ose dikush në jetën tuaj që është vigjilent, dëshiron të di, studion nga larg situatën përkatëse dhe me mbretëreshën e shpatave i shton kësaj karte pjekuri psikologjike mendore. Aftësi për të dalluar të vërtetën, për të prerë mjegullën dhe për të vendosur kufi. E dielli e ndriçon gjithë shtrirjen duke treguar që kjo kthjelltësi e bën të qartë drejtimin tuaj. Në dashuri ky kombinim i kartave nxit të komunikoni hapur, të thoni çfarë mendoni, të bëni pyetje dhe të mos lejoni keqkuptime të zvarriten. Ju mund të tërhiqeni nga njerëz që vlerësojnë sinqeritetin dhe dielli tregon transparencë, tregon gëzim, tregon sinqeritet në lidhje, por kujdes të mos bëheni tepër kritik, përdorini shpatën e fjalës për të prerë iluzionet, jo për të lënduar. Në punë, maji ju sjell ide të qarta dhe komunikim të fuqishëm, ndaj bashkoni kurreshtjen dhe logjikën, duke kaluar gjithçka në filtër. Vetëdia këshillon mos të veproni vetëm nga impulsi mendor. Kalojmë në muajin qershor, ku në qendër kemi 8 shpatat, djallin, 10 kupat dhe lumturi, happiness. Muajin qershor. Në qershor mund të ndiheni sikur jeni të bllokuar nga mendimet dhe frikrat tuaja, por kartat tregojnë qartë që një pjesë e zinxhirëve janë të krijuar nga mendja juaj. Rrugdalja ekziston. Çlirohuni nga kurthi psikologjik. Për sa i përket sentimenteve, muaji mund të sjellë përballje me dinamika toksike, xhelozi, kontroll ose varësi emocionale që fillon të merrni frymë. Po aq e fortë është edhe mundësia për kthim te vetvetja, te ai ujori i vërtet me një familje shpirti ku ndiheni si në shtëpi. Zgjedhja mes këtyre dy realiteteve është vetëm tek ju. Në punë, kartat thonë të thoni jo mënyrave të dëmshme dhe kërkoni rrugë që ju sjellin paqe, sepse happiness ju kujton se lumturia nuk vjen rastësisht. Jeni ju që zgjidhni të dilni nga frika dhe të ecni drejt saj. Kalojmë tek muaji korrik, ku karta qendrore është faqja e monedhave, hierofanti, mbreti i kupave dhe surrender, dorëzimi. Muaji korrik sjell fillime të reja. Edhe ju këshilloni prej kartave të ecni hap pas hapi, duke zgjedhur rrugë të provuara dhe duke pranuar që procesi i të mësuarit kërkon kohë, kërkon durim, kërkon edhe përulësi me hierofantin. Në marrëdhënie ju ose dikush në jetën tuaj këshillohet të qëndroni të qetë dhe pa shpërthime impulsive. Ky është muaji i mirë që ju të kërkoni ose pranoni këshill nga një person i urtë emocionalisht, si dhe të shprehni ndjenjat tuaja me maturi e mirëkuptim, jo me presion apo kontroll. Për punën korriku nxit të filloni diçka të re konkrete dhe ta ndërtoni me durim, duke ndjekur një strukturë të qartë dhe duke mësuar nga njerëz më me përvojë se ju. Shpirtërisht, ky muaj ju kërkon të dorëzoni, pra me surrender, kontrollin
kontrollin e tepërt dhe ta pranoni se nuk keni pse t'i menaxhoni të gjitha vetë. Kalojmë tek muaji gusht, ku karta qendrore është 8 shkopinjt, 5 kupat në të kundërt, 10 monedat dhe reflektimi. Muaji gusht sjell një valë të shpejtë ngjarjesh, komunikime, ndoshta udhëtime, ku gjërat më në fund fillojnë të lëvizin pas një periudhe të gjatë ngecjeje. Duke i lënë pas zhgënjimet e së kaluarës dhe duke parë me sy mirënjohës atë që keni, ju krijoni një jetë më të qëndrueshme dhe të bollshme. Në marrëdhënie filloni të mos fokusoheni më tek ajo që keni humbur, po tek njerëzit që janë realisht pranë jush dhe ju mbështesin. Kjo hap derën për më shumë ngrohtësi familjare, ribashkime ose krijim të një familje të re, ndoshta një familje shpirtërore, ku ndiheni të sigurt, por mbi të gjitha të pranuar. Në punë gushti sjell lajme dhe lëvizje të shpejta që ndihmojnë të forconi stabilitetin financiar, të ndërtoni baza më afatgjata. Reflection ju këshillon të ndaleni mes ritmit të shpejtë për të nxjerrë mësimet nga e kaluara dhe për t'i përdorur në zgjedhjet e ardhshme. Kalojmë në muajin shtator, ku karta qendrore është 7 shkopinjt, mbreti i monedhave në të kundërt, 2 kupat dhe rejection, refuzimi. Muaji shtator këshillon të mbroni veten, gjë e parë, vlerat dhe standardet tuaja. Edhe nëse kjo do të thotë të thoni disa jo të vështira, që të hapni vend për një po shumë më të shëndetshme. Nëse i besoni instinktit tuaj dhe nuk pranoni kompromise që ju krijojnë pasiguri, atëherë qëndroni të fortë përballë presionit, sepse do të keni presion shumë. Në dashuri, duhet mësoni të mos pranoni therrime, por marrëdhënie ku ka barazi, respekt dhe mbështetje emocionale. Prandaj vendosni kufi ndaj personave egoist dhe përfitues që të krijoni terren për një lidhje që meriton vërtet të thellohet në jetën tuaj. Për sa i përket punës, duhet të qëndroni në pozicionin tuaj dhe të mos ulni standardet vetëm për siguri të përkohshme. Rejection ju kujton që kur i thoni jo diçkaje ose dikujt që nuk ju nderon, në fakt po i thoni po vetes dhe vlerës suaj. Para se të shkojmë tek muaji tetor, unë do thoja që ky mbreti i monedhave, nuk e di pse e ndjej që mund të jetë një person në pozicionin siç është tani në të kundërt, mund të jetë një person që ose ka shumë borxhe, ose nuk e menaxhon mirë buxhetin e vet ose të familjes. Dhe do ketë një përplasje në marrëdhënie e shoh më tepër unë, ku do ketë debate në lidhje me këto, si të thuash, devijimet financiare që janë në fjalë, në marrëdhënien tuaj familjare ose në çift, kudo qofshin. Por që ky person kam një parandjen që mund të bëhet disi abuzues, të thoja. Mirë, kalojmë në muajin tetor. Tetori ka në qendër 7 shpatat, kullën, kalorësi i kupave dhe passion, pasion. Në muajin tetor duket se kemi një muaj tërmetesh, ku e vërteta kërkon të dalë pa filtra. Ky është muaj zbulimesh, gjëra që kanë qenë të fshehura nga të tjerët ose nga vetë ju dhe mund të shpërthejnë në sipërfaqe, duke ju detyruar të shihni realitetin siç është, jo siç do donit ju të ishte. Në marrëdhënie tetori mund të ekspozoj lojra që kanë ndodhur prapashpine, ose mungesë të theksuar të sinqeritetit, ose ndjenja të pashprehura që nuk mund të fshihen më. Kartat këshillojnë të zgjidhni sinqeritetin radikal dhe të braktisni manipulimet pasionante, si nga vetja edhe nga të tjerët. Ndërsa në punë tetori ju kërkon të hiqni dorë nga lojrat e fshehta, edhe nëse kjo sjell ndryshime të forta në skenë. Nuk e di pse, po kam përshtypjen që katalizatori i gjithë këtij procesi në muajin tetor mund të jetë pasioni, një ndjenjë, dëshirë ose thirrje e fortë që nuk duron më kompromise apo gënjeshtra.
Gjithsesi kalojmë në muajin nëntor, ku në qendër kemi yllin të dashuruarit, perandoreshën dhe confidence. Muaji nëntor flet për shpresë të madhe, dashuri të rëndësishme dhe vetbesim në rritje. Një muaj shumë i ëmbël dhe i mbështetur. Në dashuri me kartën e të dashuruarve flitet për një lidhje të rëndësishme ose një zgjedhje të madhe zemre. Një raport që thellohet, një vendim në çift ose një takim me dikë që ndihet shumë i drejtë. Ylli dhe perandoresha së bashku sjellin energji shumë romantike dhe të butë. Ju mund të shpreheni emocionalisht, të ndjeheni të pranuar, të rrethuar nga dikush që përputhet me shpirtin tuaj. Për sa i përket punës, nëntori i jep një rritje vetbesimi për të treguar talentet dhe për të kërkuar atë që ju e dini mirë që e meritoni. Pra, confidence këshillon të mos përkuleni nga frika e humbjes, por nga bindja se meritoni vërtet dashuri. Kalojmë tek muaji dhjetor, ku në qendër kemi 5 kupat, 8 monedhat, 4 shpatat dhe sweetness, ëmbëlsi. Në dhjetor duket se mund të ndaleni për të përballur me një dhimbje, humbje ose zhgënjim të vjetër, por kartat tregojnë qartë se jo gjithçka është humbur, ndaj kthehuni te vetja me ëmbëlsi, sweetness dhe jo me kritik. Në marrëdhënie mund të ndjeni mall, pengesë apo distancë të përkohshme, ndaj është e rëndësishme të mos mbylleni për të vlerësoni ata njerëz që janë ende pranë jush. Sweetness këshillon të kërkoni dhe të krijoni gjeste të vogla ngrohtësie, një bisedë, një takim ose një mesazh që zbusin skajet e dhimbjes dhe kujtojnë se zemra di ende të ëmbëlsohet sërish. Për sa i përket punës, duhet të ngadalsoni ritmin. Mbi aftësitë do të thoja, por pa u lodhur tej maste dhe duke parë se çdo detyrë është një mundësi për rafinim. Tani si muaj më i mirë për ujorin në vitin 2026, unë mendoj që mund të jetë muaji nëntor, dhe muaji më sfidues mendoj që mund të jetë muaji prill dhe muaji shtator. Unë ju uroj gëzuar festat dhe paqen.